A ka gjëra të padukshme që syri jonë nuk i shikon dot? Me sy tanë e shohim vetëm një pjesë shumë të vogël të dritës që na vjen. Ne shohim vetëm atë pjesë që quhet drita e dyshme. Normalisht drita bën pjesë në spektrin elektromagnetik, që është shumë i gjerë. Dhe ne shohim vetëm një pjesë shumë të vogël tek ky spektër i gjerë. Shohim vetëm atë që quhet drita e dyshme, e cila ndahet në ngjyra, trurin tonë, nga drita e kuqe dhe drita vjollës, Leila. Dhe për te tyre ne nuk shohim. Kjo është një zonë shumë e ngushtë, një brezi shumë të gjerë, të pafundëm, që quhet brezi spektri elektromagnetik. Dhe ky spektër elektromagnetik ka të gjitha gjatësinë e ndryshme të valve të dritës. Këto valë të dritës zmadhohen me njëra anë dhe zvogëlohen nga ana tjetër. Ndryshe nga zona ku shohim ne, kafshët dhe insektet mund të shohin majtas ose djathtas, mund të shohin infrat kuqe apo ultraviolet. Shembull për rezistencën e dritës infrakuqe ne kemi telekomandën e televizorit, me të cilën ne i japim komanda televizorit në distancë. Ne shihet këtu, shohim që telekomanda lëshon dritë, të cilën ne nuk e shohim dot me sy të lirë. Nga ana tjetër ne kemi mikrovalen, e cila ngro ushqimin, është një valë drite me një energji të caktuar, e cila ndryshe nga drita infrakuqe na ngro dorën, ajo futet në brendësi të trupave dhe i ngro dhe i lëviz atomet molekule duke i nxehur. Kemi radion dhe televizorin të cilët marrin sinjale nga një distancë shumë e madhe dhe këto sinjale janë sinjale drite, të cilët po ashtu syri i njeriu nuk i sheh. Ne po shohim antenën e valëve radio apo modemin, ne do shohim që ato ndriçojnë dhe drita e tyre normalisht kalon dhe muret. Ne mund të shohim që muret janë transparent ndaj asaj drite. Por për dritën ultraviolet, neve kemi lëkurën e cila digjet nga kjo dritë e fuqishme që vjen nga dielli kur jemi në plazh. Edhe për të prambrojtur. Shembull tjetër për rrezet X, neve kemi radiografik dentare apo në aeroport kur skanohen valizhet dhe shihet çka brenda. Gati të gjithë trupat janë transparent përpara rrezeve X, përveç trupave metalik apo trupave të tjerë të dendur, siç janë kocat e njeriu të tjerë. Këto janë disa shembuj që tregojnë që drita nuk kufizohet vetëm në atë pjesë që është syri, por vazhdon pafundësisht nga dyja drejtimet e tjera.